Pat? A janë këto tema trend të pas parasysh që je goxha i përfshim showbiz, je gazetari showbizit, këto feja në përgjithësi, temat më personale, mbase a nxitin reagime më shumë dhe në këtë rast si e sheh gjesti lart për ballin e tyre, sa i përket fesë? Spori para çdo nisjes ndonjë pune të mirë, nisjes ndonjë emisioni apo çka do qoftë, duhemi me fillu me fjalën bismillah, që unë prita mos po e thot zonja me shami, po siç duket shamin e ka veço për dekorim dhe jo për të kryer ndonjë funksion tjetër. E dyta unë mora mjaft shënime këto, e para zotriu tha, e përmendi fen para lufte dhe pas lufte, gjona tilla tha që po e përdorin, s'po e përdorin në emisione, që të jemi të qartë para lufte, nuk ka pas televizion, nuk ka pas rrjete sociale. S'ke dëgju me vëmendje. Jo, në këtu me vëmendje, për që ata komor shënime. Nuk thash po e përdorin në emisione. Jo, e the, tashu në këtu mora shënime, nëse do e rikthej. Unë si ndërprejva asnjoni, të. Mirë. Do më thonë, para lufte nuk ka pas as televizion, as rrjete sociale dhe nuk kemi pas që shme qenë të informum për me ditë se që ka bëbot rreth fesë, rreth politikës, rreth Big Brotherit, çfarë do qoftë. Kështu që tash kemi këto një ori edhe normal që jemi ma të informum. E treta, soj përket kryqit. Nëse e keni po video në pilot, po ju tregoj, e kom po me mjatë vëmendje edhe kom bo zoom s'di so herë, kryqi ka qeni pështjellur për një shishe. Edhe gjeste ka kop komplet shishen, nuk e ka po që kryqi është i mbështjellur, qafurja me kryq është i mbështjellur për shishe, edhe aje ka kop komplet shishen edhe e ka gjun ujë. E ka gjujt në vendin e duhur në bërlog? E ka gjujt në ujë. A në ujë? Gjuhët shishja në ujë? Po e ka gjujt, ashtë e nerva janë ato. Njëse se shishja duhet qësë është e zbrash në kam bërlog, e jo në bazë në pishin. 24 orë me qenë me një ven i izolun, nuk e kontrolloj vetën, ato të plasin. Mundet me pas probleme dhe në edukim. Nuk e di. Në pishin nuk e di që nuk gjuhën. Okej, për këto mundesh me na kallëzu ti mas miri, kur të hysh mrena në Big Brother, se e di që e ke shprej dëshirën e madhe me hyn Big Brother, e unë nuk e di një gru me mbules që hyn Big Brother edhe futet tek një pjesë ku shtretërit i ndojnë burrat edhe gratë bashkë. Këto nuk e disha sot për mësoj shabitje. Unë e kom dhënë kushtet me pas dhomat veç për fjetje dhe bane intime. Ata ekstra kanë me tabo ty një dhomë veçantë. Vazhdoni. Se më qënë ka fillimi, fillut me gjiku me bismillah e pa bismillah. Unë asë ku marë në gjami, asë nuk jam kanalin tim. Jo, zotri, unë me bismillah, me në emër të zotit e filloj me shpirt. Të mija që mbulesën e paske vetë so për dekar. Kështu që mami është me mbulesën edhe me vazhdu. Që 35 vjetë unë e jam me qëtë mbulesë, se kom dekor, po e kom sakrimin. Jo, mbulesë me bateria është kjo. Okej, qashtu është. Me bateria, po. Kështu që po m'vjen keq, që po i fyt gjitha të mbulesë, e kom baterin këtu, e kom mikrofoni. E po m'vjen keq që jetu i fyt gjitha të grome mbulesa, gjitha të burra, që jënë të zvakli edhe mirën e fi. Në cilën pikë, se është goxha personale kjo pjesë? E para në pikën që ka shprej me u fut në Big Brother, ka shprej dëshiren. Pika e dytë që thot e që e mbrun deklaratën e lajertit për Allahu Ekber, unë i di që kur i prejmë lëp, nasi musliman, kur i prejmë dashin delen, thojmë bismillah, se asë një nuk e kom një Allahu Ekber. Allahu Ekber, kurbani kur prejhet. Allahu Ekber, bismillah është deshte një anisë të fillim të emisionit. Po ti anisë emisionit. Gazetar, ama nuk është teolog, unë po ju të regoj. Kur farë profesioni, unë veç është i rehatoj njerës kur e kanë gabim edhe ja u kanë zeku e kanë vendin. S'kom tjetër ku që kur farë profesioni. Ti mendon që e kanë gabim, apo? Tjetra, me soj di ti je ateist, apo? Nuk e di. Nuk e di, jo, e ke shprej në disa deklarata. Jo, është e saktë. Jo, është e saktë, po se vetë mënyra që... Vetë mënyra, kjo është para që Kjo është para gjykim. Jo, së është para gjykim. Po, atina pas ka ndëgju se cilën shka kemi foli, pas ka mirë që t'lasht po shte. Jo, përse cilën rast nuk e kanë dëgju që unë jam ateist. Jo, vetë fjollët e juja, qojnë dhe i qatë pikë. Qka dënon ti është problemi yti. Po jo, për dhe so shkënje për kranin një njeri që ka thonë Allahu Ekber është me i prej kukat,
Qka tjetër, deri që ta shfull kundërfjes. Thesh spitali, xhamia, po ja u rikujtoj, për gjithë ata që dolin ton ditën hojnë mot në rrjetet sociale, edhe thonë veç atë që canë, edhe thonë musliman nuk kemi kujdes edhe jemi në media, jemi transmetim drejt për drejt. Masurës, non gjithë janë flajt edhe kështu që veç po e rikujtoj, për gjithë ata që ton ditën dolin folin pa lidhje edhe thonë ku jeni ju musliman, ku jeni ju musliman, po lem të foli. Po nxite debatin e shnosh se qytetarët kanë nevojë qytetarët ka nevojë me ndëgju debat shnosh, jo shpifje, jo gënjeshtra. Apo më lënë veç ta përfundoj. Jo shpifje, jo gënjeshtra. Që dolin ton ditën edhe folin pa lidhje në rrjetet sociale edhe thonë ju musliman nuk dini gjë tjetër me ndërtu dhe xhamia ku gjë tjetër, po ja u kujtoj që çita musliman, që ata arab e kanë ndërtu spitalin më të madh në Kosovë, spitalin klinikën e pediatrisë që i ka përfundë. Shumë mirë, jo, ke marrë rolin e kësaj tash Jo, aso është roli jem për mu me mpyt që xhamin e turqve që po e bëjnë në qendër, jo se kishon prish zotin na rujt, ama kur është ndërtu ne kom thonë bëjoni një arkitektur moderne, mos na bini sultanet pre atëherë. E kanë pru arkitekturën e Zaha Hadidit, nëse një zonjë shumë nuk është bo, zotëri. Nuk është bo, na jemi shqiptar. Na jemi mbi të gjitha. Nuk jemi informuar për deklarata. Jo, na jemi mbi të gjitha shqiptar. Pse vjen në emision kur nuk jemi informuar për deklarata? E kemi ftuna. Pse vjen? Jam për disa opinione, po bravo. Se nasën mundim me ndjek emisionin. Se ke po. Po njëri lexon. Vetëm se çarohem këtë pjesë.